këtë edicion do të ndiqni. Glau Gonjufca I ka bërë thirrje Hagës që të mos merr vendim politik për krerët e UÇK-s. Rreshjet e dendura përmbytën disa rrugë në Gjakov, situata u stabilizua në mesditë. Hapet aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ministri në detyrë I punëve të jashtme të Kosovës Glau Gonjufca I ka bërë thirrje gjykatës speciale në Hagë që të mos marrë vendim politik, kur me 16 shtator do ta shpallak gjykimin në rastin e ish-krerëve të UÇK-s. Ministri në detyrë I punëve të jashtme Glau Gonjufca ka komentuar vendimin që pritet të shpallet me 16 shtator nga gjykata speciale ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. I pyetur se cili do të jetë qëndrimi I institucioneve të Kosovës, Gonjufca u bëri thirrje gjykatës që vendimi të bazohet në drejtësi dhe jo në konsiderata politike. Unë bëj thirrje që gjykata Hagës të mos bëj vendim politik, po të bëj vendim të drejtësisë. E nëse bën vendim të drejtësisë, ne të gjithë e dim çka është drejtësi. Ai theksoi se lufta e UÇK-s ka qenë e drejtë dhe se të akuzuarit në Hagë I kanë kontribuar ndaljes së gjenocidit të Miloševićit. Oficerët e NATO-s kanë bashkëpunuar në trajnimin e oficerëve të UÇK-s që lufta të jetë suksesshme. Pse e kanë bërë këtë? Sepse ushtria jonë I ka kontribuar ndaljes gjenocidit Miloševićit. Kjo është kuptimi I luftës së UÇK-s. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë ka caktuar 16 shtatorin si datë për shpalljen e vendimit në rastin ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përkatësisht ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Gjyqi ndaj tyre përfundoi në shkurt, ndërsa ata janë mbajtur në paraburgim në Hagë që kurse u arrestuan në vitin 2020. Rreshjet e dendura të shiut gjatë gjithë paraditës së sotme kanë vështirësuar qarkullimin në disa pjesë të qytetit. Një pjesë e shëtitores së lumit Krena u mbulua nga rreshjet, duke vështirësuar qarkullimin e këmbësorëve. Si pasojë e montit të keq që ka përfshirë Gjakovën gjatë natës dhe paraditës së sotme, disa pjesë të shëtitores së lumit Krena janë mbuluar nga uji, duke bërë të pamundur kalimin për qytetarët. Uji ka pushtuar të 2 skajet të shëtitores, duke mbuluar hapësirat e ecjes dhe duke penguar qarkullimin në një nga zonat më të frekuentuara. Pamjet nga tereni tregojnë gjendjen e krijuar pas rreshjeve të vazhdueshme, ku hapësirat e kalimit janë kthyer në zona të përmbytura, ndërsa qytetarët janë detyruar të shmangin këtë pjesë të shëtitores. Mbetet për të parë se sa shpejt do të tërhiqet uji nga kjo zonë, ndërsa deri atëherë shëtitoria lumit Krena mbetet e pakalueshme për qarkullimin e qytetarëve në disa zona. Edhe në fshatin Brekës, rreshjet e shiut u shkaktuan të lashë komunitetit të zonës, për çfarë u desht edhe ndërhyrje për të liruar hapësirat e mbuluara nga rreshjet e shiut. Rreshjet e dendura të shiut që përfshin Gjakovën me 27 kurrik shkaktuan vërshime në disa lagje të qytetit, duke lënë pas dëme të konsiderueshme materiale. Njëra nga zonat e prekura ishte lagja Brekoc, ku uji depërtoi në shtëpi, duke dëmtuar dhe duke vështirësuar jetën e banorëve. Ekipi I televizionit Syri qëndroi në këtë lagje, ku vizitoi familjen Rajaj. I zoti I shtëpisë Nuë Rajaj tregon se vërshimet kanë shkaktuar dëme të mëdha në pronën e tij. Ka bën shumë dëme, domethënë makinat e lamjes teshau I ka prish. E kom në zemin këtu qendrore, edhe aty është mush me ujë. Atë domet më të mëdha të mojan që të 2 sene. Do me thonë, po mjaft për rroba për këtë gjana s'po flasim, vetëm edhe plus muret ashtë, muret janë mush me ujë. 6 dyrë janë prisht ashtë se u ka hi ujë mrena. Mjaftojnë atë domet që na kanë shkaktuar mjaft.
Banorët kërkojnë që institucionet kompetente të ndërmarrin masa konkrete për të parandaluar përsëritjen e situatave të tilla, pasi sipas tyre, vërshimet po shkaktojnë dëme të vazhdueshme sa herë që ka rreshje intensive. Kjo është vazhdimisht vazhduhet që kjo ngjarje këtu te naja. Vazhdimisht. Ata s'kan ndërmarrë asgjë. Po them mas pak ti 10 vjet është kjo e njëjti problem. Edhe kësa here, rreshjet intensive nxorën në pah problemet me infrastrukturën në këtë pjesë të qytetit. Banorët thonë se presin veprime konkrete nga institucionet, në mënyrë që vërshimet të mos kthehen në një problem të përsëritur sa herë që bie shi. Ekipet tona kanë filmuar sot edhe në hapësirën e parkut Gjubleta. Nga imazhet e siguruara, shihen sipërfaqe të ujit nga rreshjet e shiut, duke vështirësuar edhe qarkullimin e lirë të banorëve, por edhe të makinave të cilat ishin parkuar. Si pasojë e rreshjeve të shiut, një hapësirë rrugore në afërsi të parkut Gjubleta është përfshirë nga uji, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve në këtë zonë, sidomos atyre që banojnë në banesa kolektive. Grumbullimi i ujit ka krijuar pengesa për kalimtarët, ndërsa hapësira parkingut pas rreshjeve është kthyer në një zonë të vështirë për qarkullim. Sipas banorëve, kjo problematik paraqitet sa herë ka rreshje shiu. Shkak sipas tyre është gjendja jo e përshtatshme e kësaj pjese të infrastrukturës, ku niveli i rrugës favorizon mbledhjen e ujit dhe krijimin e pellgjeve. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje për përmirësimin e kësaj hapësire, në mënyrë që të shmangen vështirësitë në qarkullim pas rreshjeve dhe parkingu të jetë funksional për përdoruesit. Për situatën e rreshjeve të mbrëmshme, por edhe gjatë paraditës, kemi siguruar një përgjigje institucionale. Nga Drejtoria e Emergjencave bëjnë të ditur se situata përkundër rreshjeve ka qenë e menaxhueshme. Ndjekim kronikën. Rreshjet e dendura të shiut që përfshin Gjakovën gjatë paraditës shkaktuan vështirësinë në qarkullim dhe probleme në disa lagje të qytetit. Në redaksinë e televizionit Syri kanë bërritur disa video nga banorët, të cilët raportuan për rrugët e mbuluara nga uji. Megjithatë, gjatë orëve të mesditës situata është qetësuar dhe niveli i ujit në shumicën e zonave është tërhequr. Për gjendjen e përgjithshme, Televizioni Syri ka kontaktuar drejtorin e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në komunën e Gjakovës, Haxhi Sediu, i cili përmes një përgjigje me shkrim bëri të ditur se rreshjet nuk kanë shkaktuar pasoja të mëdha. Sipas tij, kërkesat kryesore kanë ardhur nga qytetarët për depërtimin e ujit në podrume, si dhe për probleme në disa segmente të infrastrukturës rrugore. Sediu theksoi se rruga Bujaroka, si dhe në segmentin e njohur si Ura e Tabakut dhe pranë rreth rrotullimit afër spitalit rajonal, vazhdon të jetë një nga pikat më problematike gjatë rreshjeve, pasi për shkak të konfigurimit më të ulët të terrenit grumbullohet sasi e madhe uji, duke vështirësuar kalimin e automjeteve. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që edhe në rast të rreshjeve të ardhshme të tregojnë kujdes të shtuar në qarkullim, veçanërisht në zonat që njihen si më të rrezikuara nga përmbytjet. Kosova dhe Franca kanë nënshkruar sot 5 marrëveshje të përbashkëta në një ceremoni në nivel ministrash. 2 ministrat Konjufca dhe Haddad fillimisht nënshkruan letrën e qëllimit për themelimin e komunitetit kosovar-francez për mbështetjen dhe organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Kosova dhe Franca kanë nënshkruar sot 5 marrëveshje të përbashkëta në një ceremoni në nivel ministrash. Nënshkrimi i marrëveshjeve u bë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, aty ku ministri në detyrë i kësaj ministrie Glau Konjufca priti në takim ministrin për Europë të Francës Benjamin Haddad, i cili po qëndron për vizitën në Kosovë. Konjufca tha se Kosova që nga shpallja e pavarësisë ka qenë dhe mbetet partneri i rëndësishëm i Kosovës. Shkruam këto 4 marrëveshje të rëndësishme, së bashku edhe me letrën e qëllimit, dhe kjo tregon që Franca dhe Kosova përmes këtyre marrëveshjeve po ngrisin në një dimension krejt të ri marrëdhënien e tyre bilaterale. Diskutuam po ashtu për perspektivën evropiane të Kosovës. Republika e Kosovës e ka dëshmuar për kushtimin e palëkundur ndaj reformave demokratike, sundimit ligjit dhe për afrimit
të politikave të saj, edhe të jashtme, edhe të sigurisë me Bashkimin Evropian. Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejtë dhe i drejtë e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian. Kurse ministri i deleguar për Evropën nga Franca, Benjamin Haddad, tha se i ka sjellur disa kompani franceze në Kosovë për të bashkëpunuar. First, I want to say that Mendoj se është rëndësishme të kujtojmë se mbështetja dhe miqësia jonë janë të kahershme, siç e thash, e konsideroj veten një mik personal të Kosovës prej shumë kohësh. Kur u zgjodha deputet në vitin 2022, vendosa t'i bashkohem grupit të miqësisë Francë-Kosovë në asamblenë kombëtare, pikërisht për shkak të kësaj historie të përbashkët dhe sepse besoj fuqimisht se një Evropë e fortë, paqësore dhe sovrane është një Evropë e bashkuar që përfshin të gjithë rajonin. Jam i lumtur që gjatë viteve të fundit kemi punuar për të forcuar marrëdhëniet tona dypalëshe. Vizita ime sot i jep një shtysë të re këtyre marrëdhënieve. Më gëzon fakti që kemi nënshkruar 5 marrëveshje gjithëpërfshirëse, të cilat synojnë të avancojnë një agjendë pozitive në marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Palët nënshkruan një letër qëllimi për themelimin e komunitetit kosovaro-francez në mbështetje të organizimit të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Pastaj marrëveshjen administrative për mësimdhënien e gjuhës frënge në Kosovë, marrëveshjen për ndihmë juridike të ndërsjellë në çështje penale dhe marrëveshjen për ekstradimin. Në kuadër të vizitës u nënshkrua dhe marrëveshja kredis me Agjencinë Franceze për Zhvillim. Ministria e Arsimit ka njoftuar se nga sot me 27 korrik është hapur aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësit e arsimit fillor të ulët dhe të mesit të ulët, konkretisht niveli i shkollimit nga klasa e parë deri në të 9-ën. Ashtu si që ishte paralajmëruar edhe këtë vit të ri shkollor, Ministria e Arsimit në Kosovë do të bëjë subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore. Në njoftimin publik të Ministrisë së Arsimit citohet se nga sot me 27 korrik është hapur aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësit e arsimit fillor, të ulët dhe të mesëm të lartë, klasat nga 1 deri në të 9-ën. Ministria përmes postimit të saj gjithashtu ka njoftuar të gjithë prindërit dhe kujdestarët se aplikimi do të realizohet përmes platformës e-Kosova dhe do të jetë i hapur për një periudhë prej 2 javësh, 27 korrik, 9 gusht 2026. Mjetet financiare do të transferohen drejt për drejt në gjirollogarit bankare të prindit apo aplikuesit. Mirë po, para se të aplikoj, prindrit ose kujdestarët duhet të sigurohen se gjirollogaria bankare është aktive dhe saktë dhe të dhënat në e-Kosova janë të përditësuara. Aplikimi thuhet se do të mundsohet edhe shtetasve të huaj me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershme në Republikën e Kosovës, fëmijët e të cilëve vijojnë mësimin në institucionet arsimore të Kosovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vije. Para se të ndami të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Glauk Gonjuvca i ka bërë thirrje Hagës që të mos merr vendim politik për krerët e UÇK-s. Rreshjet e dendura përmbytën disa rrugë në Gjakov, situata u stabilizua në mesditë. Hapet aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.